Mendoj që të shtirë është prova e të vërtetës. Mendoj që këto dy teste finale që na çojnë Kupën e Botës janë testet më të mira të mujtona për me vërtetu forcën tonë, domethënë si kombëtare. Polonia është një kombëtare që të paktën në edicionin e fundit që jena nesh me to, kena fitu ndeshjen e fundit 2-0, në aspektin e moralit jena shumë më nelt. Por e vërteta është që Polonia ka një histori të jashtëzakonshme në futbollin botnor, nuk ka kanë kurrë një kombëtare që ka fitu trofe, e ka bë gjana të mëdha, por një kombëtare shumë mirë organizuar, shumë e përgatitur dhe në aspektin fizik është një përfaqësues shumë e fortë. Deri në mars mendoj Shqipëria ka mundësitë maksimale mu përgatit, në mënyrën më të mirë të mujton. Futbollistat e dinë se sa e rëndësishme është kjo ndeshje, uria duhet jetë maksimale dhe sigurisht që në fund krejt është edhe fati, por duhet mu përgatit që në këtë ndeshje me Poloninë nena duhet me shënu gol, edhe me dalë të golit duhet me gjetë lojtarët që janë me të vërtet në formën më të mirë dhe shpresojmë që sulmuesit kryesor Broja, Uzuni dhe Hoxha qoftë një tjetër t'jenë ditën e tyne më të mirë për ndeshjen e Polonisë. Jena në rritje, jena një kombëtare që jena me eksperiencë, kena bë eliminatore shumë të mira, kena dalë dytë në një grup të vështirë, kena lanë mrapa një kundërshtar serioz në futbollin botnor siç është Serbia. Nuk i mungon asnjë gjë kombëtare. Sot edhe ndeshjet jashtë edhe ndeshjet brenda pak a shumë janë pothuajse si të barabarta. Në karrierën tuaj sportive keni pasur rastin të përballeni me ekipin polak? Polakt janë, shiko, unë kur flas për Polak, unë flas për historinë e tyre, sepse po të shikosh Poloninë kanë dalë edhe deri në gjysmëfinale të Kupës së Botës si komb ata janë një komb shumë krenar, janë një komb i pastër, një komb që janë shumë luftarak, janë shumë punëtor si komb dhe kanë përllu gjithmonë yje. Neve jena një kombëtare që po rritena dhe ne me këtë ndeshje vetëm mund të rritena dhe mund të i rrisim vlerën, domethënë të kombëtares tonë. Personaliteti i kombëtares tonë tashmë është në tregun ndërkombëtar shumë më i vlerësuar dhe unë mendoj që jena një kombëtare pak a shumë e barabartë në aspektin e kualiteteve.